Administratori i qesë shpërndarjes Sejdo Dollapi ka marrë pjesë në aksionin e ndërprerjes së energjisë elektrike për debitorët në Shkodër. Dollapi tha se të gjithë debitorët do trajtohen njëlloj, si bizneset, kompanitë publike, ashtu edhe familjarët. Ne vazhdojmë punën tonë të pandërprerë për prerjen e gjithë atyre debitorëve të cilët nuk paguajnë energjinë elektrike. Kompania ka një standard, do t'i shërbej vetëm atij që paguan energjinë elektrike dhe nuk do trajtohet njëlloj si ai qytetar që nuk e paguan dhe si ai qytetar që e paguan. Administratori i qesë shpërndarje nuk harroi të kujtojë se të gjitha lidhjet e jashtëligjshme do trajtohen në bazë të ligjit për dëmin ekonomik. Do operojmë me gjoba të quajtura ndryshe dëm ekonomik. Këto gjoba do t'jenë dhe do variojnë nga 81.000 lekë treja e në vazhdim me sipër mbi bazën e fuqisë së instaluar. Janë rreth 1.500 debitorë në ditë, të cilëve u ndërpritet energjia elektrike në të gjithë Shqipërinë.